Miq të nderuar, sot tetori I ka bukuritë e veta. Vjeshta është e freskët dhe të jep gjallëri. Në veçanti kur gjendesh pranë bregdetit shqiptar. Plazhi gjatë verës është I frekuentuar në mënyrë masive. Gjithandej mysafirë të ndryshëm vijnë dhe vizitojnë. Nga Evropa, Amerika, deri në Australinë e largët dhe Zelandën e largët. Por mesazhi im për sot do të jetë më I veçantë dhe I ndryshëm. Përderisa ju gjatë verës nuk keni mundur ndoshta të shihoni çastet e bukura dhe të vini në ambiente të përkryera. Më poshtë keni një link, një informacion që do të vini me më të dashurt e juaj, po që se vendosni të vizitoni bregdetin shqiptar gjatë muajit tetor, nëntor, dhjetor, janar, shkurt, me një kosto prej vetëm 20 euro për person dhe në çmim do të përfshihet edhe mëngjesi në vendin ku do të qëndroni në plazh të Durrësit. Ju mirëpresim. Përdorim e makinës që në